Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Fillimisht njëherë ju uroj të gjithëve një fundjavë të mbar, ju uroj një ditë pozitive, një ditë me energji të mirë dhe ju uroj që Zoti ju jap vetëm bekime dhe madhështi në këtë ditë të bekuar. Dua të nis sot këtë maraton të gjatë komentimesh me një nga ngjarjet dhe me një nga historitë e bukura që ka zënë vend të rëndësishëm në medjen roz. Ju e dini shumë bukur që fansat janë entuziast të dinë rreth Mateos edhe Brikenës. Mateo dhe Brikena është çifti që komentohet gjithandej, çifti për të cilin flitet gjithandej dhe çifti për të cilin bëhen analiza të mëdha gjithandej. Domethënë duan të dinë gjithçka që ka të bëjë rreth kësaj dysheje. Pas një pune entuziaste dhe pas një suksesi të jashtëzakonshëm që Mateo pati me Brikenën, që Mateo kaloi me Brikenën, që Mateo u duartrokit me Brikenën, me patjetër që dyshja fantastike dhe dyshja shumë e dashur e publikut do t'i jepnin rëndësi vetes së tyre. Ku ka më bukur se sa pas një lodhje të madhe dhe pas një suksesi të jashtëzakonshëm, të përzjedhësh të qetësosh shpirtin me njeriun që ti do. Domethënë, pushimi bëhet edhe më i bukur kur je pranë femrës që e do dhe kur je pranë vajzës që ti të ka dhuruar të gjitha ato emocione dhe të ka dhuruar gjitha ato dimension të bukur të dashurisë. Mateo dhe Brikena në një farë mënyre po kalojnë muajin e mjaltit të parë të tyre, muajin e parë të dashurisë. Ato kanë udhëtuar drejt Bodrumit, tashmë të gjithë e dim që çifti ndodhet në Turqi, për të kaluar disa ditë relaksi, për të ndenjur bashkë me njëri tjetrin dhe për të ndarë momente të bukura me njëri tjetrin. Domethënë Mateo dhe Brikena kanë përzgjedhur që të largohen nga zhurma e përditshmërisë, të largohen nga paparazzi, të largohen nga jeta e përditshme për disa ditë të aratisen drejt Turqisë atje ku po kalojnë çaste të bukura. Dita e djeshme dhe nata e mbrëmshme ka qenë në fakt një natë shumë surprizuese. Unë në komentimet e mia që bëra ditën e djeshme pata thënë që Mateo dhe Brikena do të bëjnë lëvizje, Mateo dhe Brikena do të hedhin ndonjë foto, sepse edhe ato vetë dinë shumë bukur që publiku ka shumë nevojë për ato fotografitë e tyre, për atë energjinë e bukur, për atë pozitivitetin e bukur që ato të dy japin dhe kështu bën Mateo dhe Brikena përzgjodhen që të hedhin një foto në ashensor duke zbritur poshtë në restorant me patjetër në momentin e darkës. Brikena si gjithmonë e veçantë, domethënë edhe në Big Brother që kishte stil shumë interesant, shumë unik, ashtu edhe në pushime, domethënë e bukur, e veçantë, joshëse. Një vajzë që jam i bindur që Mateo falenderon Zotin që e ka në krah një person siç është Brikena dhe si gjithmonë Mateo që është i plotësuar në të gjitha dimensionet me një femër si Brikena në krah. Domethënë çifti duke që po kalojnë momente të bukura, duke që po ndërtojnë atë folen e dashurisë, sepse nuk mund të themi që e ka ndërtuar, unë mendoj që dashuria rritet edhe më shumë me afrimitetin që bëjnë, me momentet që kalojnë, me kohën që ndajnë bashkë, me thënë merë edhe më shumë kuptim dashuria dhe lidhja, dhe kështu që këto emocione bëhen më fantastike dhe bëhen më joshëse. Do me thënë, Brikena dhe Mateo kalojnë çaste fantastike dhe kalojnë momente të bukura duke ndarë momente me njëri tjetrin. Të gjitha ato gojthëna në fakt që kanë qenë rreth këtij çifti për marrëdhënien e tyre, për historinë e tyre të ndërtuar,
Në kuptohet që bie në tokë, marrëdhënia është shumë e mirë, unë e kam thënë gjithmonë dhe dua të jem koherent në atë që kam thënë, marrëdhënia është shumë e mirë, marrëdhënia është shumë e bukur, historia e dashurisë së tyre po vazhdon të rritet edhe më shumë. Jam i bindur që këtë verë në asnjë mënyrë, por në verën tjetër edhe mund të ketë një diçka pak më shumë rreth çiftit, do me thënë për të ndërtuar pak më me seriozitet këtë marrëdhënie, por derisa marrëdhënia është e hapur, nuk kupton që edhe të dy familjet janë dakord dhe gjërat janë në rregull. Mateo dhe Brikena do të jenë për disa ditë në Bodrum, më pas për të kthyer në Shqipëri dhe Kosovë, në këtë rast Mateo në Shqipëri ndërsa Brikena në Kosovë, për të nisur me planet e ardhshme, me patjetër që dyshja do të ketë plane shumë interesante. Mateo gjithmonë i fokusuar tek pjesa e medias, por edhe tek pjesa e palestrës, duke mos e lënë anash dhe biznesin të tij privat që tani ka kuptim edhe më të plot, ndërsa nga ana tjetër Brikena duke u fokusuar qartazi tek media, tek roli i saj si moderatore dhe duke marrë role interesante në televizionin Top Channel, që në fakt unë personalisht si Tiron e pres që Brikena do të ketë një rikthim të fuqishëm në media dhe një rikthim që vërtet do të jetë rikthim edhe më dinjitos, ashtu siç ne jemi mësuar që ta shohim. Do të thënë, po përgatitet një rrugtim shumë i bukur, po përgatitet një rrugtim shumë pozitiv, po përgatitet një rrugtim me shumë energji të mirë nga çifti, vetëm do të thënë duhet durim dhe duhet dashuri, ashtu siç japin ato, të japim edhe ne kundërdrejt tyre. Unë gjithmonë, sinqerisht, domethënë kam besuar tek marrëdhëniet, kam besuar tek këto dashuri, kam besuar tek këto storie dhe jam i bindur për këtë gjë që çifti do të shndrit edhe më shumë në rrugtimin e tyre të romancës edhe të dashurisë. Unë i uroj Brikenës edhe Mateos vetëm pushime të mbara, do kisha bërë një lutje kundërdrejt tyre, sepse jam i bindur që ndjekin videot e mia që të postojnë sa më shumë momente të bukura. Ne të gjithë duam të jemi pjesë të pushimeve të tyre, do me thënë sa më shumë postime bëjnë ato, aq më shumë na bëjnë pjesë të këtyre pushimeve dhe të këtij udhtimi kaq fantastik dhe uroj me zemër që dyshja të jenë të argëtuar dhe të jenë të kënaqur në këtë moment të bukur që po kalojnë në jetën e tyre. Unë mendoj ndryshimi i ambientit dhe ndryshimi i përditshmërisë është pikërisht ky ndryshim i energjisë që të dhuron një energji pozitive, që të dhuron një energji më të bukur dhe që të dhuron një energji vërtet më shumë të dashur. Unë ju uroj të gjitha të mirat çiftit, ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV për lajmet më të fundit dhe ngjarjet që kanë të bëjnë me showbizin shqiptar.